jemi rikthyer në kinotek, uroj që jeni duke e shijuar pasditen, po të shlodheni edhe ju bashkë me ne. Egoni këtu është, Genti këtu është, do jemi edhe për pak minuta bashkë. Si kemi ndier minutat fare? Se di, jo, me thënë, jo, fare, jo. Përkundrazi, jeni shumë të këndshëm që të dy. E kemi dorën. E bëra qëllimisht që të merrim kompliment. Prita, të mendoj edhe një tjetër. Vazhdo, Folti. Keni që të qeshur shumë të bukur, ja, vazhdo. Faleminderit shumë. Mirë, po mos e bëj gjithë emisionin. Cila është gjë më e çuditshme që ke dëgjuar për veten? Më kujtoa një gjë para ca ditësh po se them. Po thua, Jo. Se e bëjmë me pipnë, nuk është problem. Prit se. Dërgoj edhe çik flokët. Cila ishte? Çka ke dëgjuar për para disa ditësh Genti, jepi kujtohu. Jo, se ishte kështu bisedë galla me smish, me pipë. E bëjmë me pipë, s'ka problem. Na prish punë? Jo. Jemi të pajisur teknikisht me gjithë gjë. Nuk është, do të janë shaka që janë shaka tavolinash. Aha. Po se di, nuk e di. Kam dëgjuar gjëra të ndryshme, domethënë, po që nuk është se i dëgjoj shumë, nuk merrem. Nëse deri dje shikoj edhe në një koment tek tu tash as ato nuk i shikoj më, domethënë. Kam dëgjuar domethënë komplimenta kanë qenë kryesisht. Jo të më thëna, domethënë jo të thëna drejt për drejt. Okej, një kompliment që ta ka kënaqur egon maksimalisht. Duket si mburrje, nuk më pëlqen. E po tani gjërat e këqija s'na i the, gjërat e mira s'na i the. Jo, dhe ajo tjetër, si ishte e keqe. Shëndet, fjalë vërtet. Okej. Jo, kam dëgjuar komplimenta, domethënë për profesionin, kam dëgjuar komplimenta edhe kështu si njeri, domethënë, si kështu. Edhe nga aktorët më ka pëlqyer, domethënë, kur punuam me grupin që punuam, domethënë, tani në Shkodër, me grupin e Shkodrës, e teatrit Migjeni, domethënë, të aktorëve, të skenografit, domethënë, drejtorit, edhe shumë gjithë atyre njerëzve aty, që ty të bëhet qefi kur të komplimentojnë, sigurisht, dhe shikon që ka një rezultat puna, por në ato momente e ke parasysh më shumë se sa komplimentin jam gjithmonë tek ajo pjesa me veten time që domethënë shumë bukur, po domethënë dikush ty të fal një kuror. Problemi është a e mban dot ti mbi kokë atë kuror? Domethënë pra jo të bëhesh mbret, ti mbret mund të bëhesh. Problemi është a e mban dot kurorin e mbretit pastaj për një kohë të gjatë. Ti mendon? Kjo është pjesë e domethënë që dikush e ka në karakter, dikush nuk e ka, dikujt i merr koka erë. Unë nuk e kam menduar ndonjëherë për shembull që ku diun do bëj gjëra gjigande, madhore, thjesht do bëj atë që më pëlqen. Po kulmin e famës në ato vitet e para kur personazhet u bën shumë të njohur, kur gjithë publiku obsesionohej me personazhet. Si e ke menaxhuar? Po ta thash unë nga natyrë pak e tërhequr, si thosh edhe disi private, për shembull duke mbajtur gjithmonë jetën time personale sa më private që të mundet, duke mos dashur të bie shumë në sy. Ka qenë një periudhë për shembull që njerëzit pothuajse nuk të njihnin. Domethënë kishin parë personazhet, mbaj mend një herë kemi qenë me kjo ka qenë e bukur për shembull, kam qenë një herë me Vis Pupën te një kafe afër ishte ekspozitës ku ka qenë Portokallia dikur, studiot. Edhe ai ishte shoku i Visit faktikisht. Edhe fillon dhe flet domethënë për personazhin e Portokallisë, në një moment thot amon, ku e keni gjetë atë me ato sqetullat për Fatorinon. Ku e keni hiqeni më atë ç'është ai bastard, më ç'është filloi duke e sharë shumë keq. E i thot Visi në një moment se e patë për në kapte i qeshur, i tha, ky e ka bërë. Edhe pa, jam Allah, ky është Alamet Çuni, tha, ish bastard, vazhdonte me dhe. I thash, realisht, unë jam, i thash, po ta po ti, tha, zhdukesh, a ish si zhull, se ke parasysh se ishin ato sqetullat falco, ke parasysh që, domethënë, ishte ideja autobusave të asaj kohe. Edhe pastaj më pa mirë tha, "Oh, ti qenge." I thash unë jam. Po po I shpjegoni pastaj këto truket e ke parasysh që s'janë të vërteta, domethënë, ato janë. Pse ai mendon se ishin Po në një moment ai si duket e ka parë me këtë lloj syri që ky edhe un kam menduar dikur që po të hapja televizorin nga mbrapa më dilin njerëz. Kur thua, domethënë ç'a moshe ishin atë kohë? Po 6 vjeç. Në rregull, ke qenë mirë.
Mirë, nuk ka trauma vajza. Pastaj kam besuar që mund të fluturoja me fshes, e kupton? Jo 20 vjeç. Jo 20 vjeç. Po kjo bën sens, për sa kohë i ke dëgjuar se e famshëm është bërë fieri për shembull për fshesat. Fshesa fieri vetëm për një natë në shtëpinë tuaj. Dgjoj, megjithëse po flistim për dhe përmendë pak më parë veprën tënde të fundit që vurën sken para disa ditësh. Gomerët e Trojave. Me shumë sukses në teatrin Migjenit të Shkodrës, duam që të urojmë realisht. Faleminderit. Nga zemra gëzuar fitin e. Shiko, ka filluar të mësoj nga ato që po fillon batutë. Plotso fjalin. Pyetja ime është